Shteti miq, sot do flasim për numrin 27. Në botën ezoterike, ai është ura midis logjikës dhe fatjes. Kinezët e quajnë numri i rinjisë së brendshme. Indianët kodi i karmës së ndërruar. Në Kabala 27 lidhet me jetën që ndryshon orbit. Në Perun dhe malin e mistershëm Ausangat, 27 shfaqet në ciklet e shërimit të shamanëve. Në traditën ilire është numri i luftëtarit që rikthehet i transformuar. Shkenca. 27 është numri i elektroneve të kobaltit, pra metali që jep forcë, kujtesë dhe rezistencë. Një kombinim i pazakont, materia dhe shpirti. Iluzion apo destini, të dyja. Energjetikisht, dyshi është hëna, intuit. 7 është zjarri, mision. Bashkë krijojnë 27. Është fortë, zgjidhje. Një thirrje që nuk ju vjen të gjithë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, shihemi në videot e tjera, ju përshëndes.